Gjatë interpelancës në Kuvendin e Shqipërisë, deputetja Jorita Tabaku ngriti shqetësime për disa godina të pasurisë kombëtare, të cilat sipas saj do të shemben për të hapur vend për ndërtimin e kullave të reja. Tabaku theksoi se një veprim i tillë jo vetëm që shkatërron trashëgiminë historike, por gjithashtu mund të ketë pasoja negative në procesin e integrimit të vendit në Bashkimin Evropian. U mbrojt arkitektura e një vjedhje globale, e organizuar. Pasuria kombëtare nuk është trashëgimi familjare. Pasuria kombëtare nuk mund trajtohet si një pazar i mbyllur. Nuk mund të lejojmë që kjo piramidë e vjedhjes pronës publike të kalojë pa llogaridhënie. Nuk mundet me forcën e kartonave sot vazhdojnë të kalojnë ligje speciale që e mbajnë pushtetin këmbë. Do vi një moment që kjo pronë publike do i kthehet shqiptarëve. Do vi një moment që kushdo do t'jap llogari e nuk do e keni as forcën e kartonave. Interpelanca e kërkuar nga deputetja Tabaku ju delegua ministres së ekonomisë dhe inovacionit Elina Ibrahimaj, e cila argumentoi se të gjitha investimet po realizohen me transparencë të plotë dhe duke respektuar standardet europiane. Në stadiumit është zhvillimi i stadiumit nuk e prek drejtorinë e përgjithshme të tatimeve dhe përfaqësuesit që keni në Këshill Bashkiak duhet ju kishin informuar sepse janë atje për të dhënë zërin e popullit që i ka votuar, nuk janë atje për të bërë spekulime. Diskutimi nxiti një përplasje mes opozitës dhe qeverisë, ku Tabaku paralajmëroi se vendime të tilla mund të minojnë besueshmërinë e Shqipërisë në rrugën drejt Bashkimit Evropian.